Ndërhyrjet e vazhdueshme për largimin e mbetorinave në kanalin Ansor në hyrjet e fshatit Boriq në bashkinë Malësia e Madhe nuk kanë përmirësuar situatën. Mungesa koshave të mbetorinave, por gjithashtu dhe depozitimi i tyre në gjithë gjatësinë e kanalit është kthyer në shqetësim për banorët, të cilët kërkojnë që mbetorinat të largohen. Një tunakor, për çdo ditë si fal Zoti nezën flakë, tu që ku kam shpinë duhet me myll dyre pijere, se tan zihet vënë hin timi man. Çdo ditë, se janë një ditë e dy s'ka rëndësi, po çdo ditë. Po do në pastru, po nuk e di se kush i gjellkim në dasht koshat e me arë me transportua, me qua njerëzit për shembull shteti. Ndërkohë, me prezencë të mbetjeve ndeshesh edhe në disa pika tjerë në segmentin Shkodër-Koplik. Krahas ndodhjes së ambientit, prezenca e mbetjeve vetëm pak metra nga rruga kryesore Shkodër-Koplik krijon një pamje të shëmtuar dhe për turistët e huaj, të cilët lëvizin në këtë segment.